dashur miq që jemi përsëri këtu në studio. Ndodhemi në Unazën, ndodhemi afër PD-s. Sa ta shpjegojmë në Unazën e vogël Tiranës përballë ETC-s etj. Jemi pranë serisë Partisë Demokratike, ku kemi një personazh dëftuar në studio, i cili quhet Grigelis Muçollari, Grigelis Mëngjes vlla. Mëngjes Aldo. Edhe kandidat i opozitës në Tiranë. Kështu, me pak fjalë, dhe ideja është tek brezi i ri i politikës. Domethënë, Grigelsi është në mos gaboj 42 vjeç, 41 vjeç e ca. Ka mbaruar për ekonomi, është aktivizuar, ka qenë, ose unë më e mend qikur, domethënë në forumin rinor, edhe pasaj antar i Këshillit Kombëtar, sekretari i përgjithshëm i PD-s, ti lexoj me radhë to Grigelsa se i them edhe si mamen. Njëri është tyre parë në PD. Domethënë që ka qenë i vogël fare. Merret me marketingun dhe njëkohësisht me botimet që prej 2013-s, i martuar me 2 fëmijë etj. Dhe ka marrë goxha vota të mira në primare, kam përshtypjen, a? E di pse më e mend Grigelsi se më bëri përshtypje numri 666. 36. Po pra. Rastis. Si është puna. Tani, Grigelsi garon tek listat e hapura. Domethënë ishte i bindur që listat e mbyllura s'bëj fjalë, apo jo? Jo, nuk ishte fiks kështu, po ishte një moment ku Partia Demokratike për shkak të koalicionit do duheshe të jepte në mënyrë që të maksimalizonte votat si opozitë e bashkuar. Kështu që në këtë aspekt, duke qenë se unë jam karakterizuar gjithmonë nga vendimet që deri diku me gjithë modestini quhet të guximshme, ka qenë një vendimi i imi përpara se të dilte dhe rezultati dhe madje përpara se të organizohesh. Sa ke qenë më i ri, më i vogël, në kuptimin që punë e madhe fort, do rrezikosh, do eksperimentosh, çfarë problemi ka? Jo, po s'është fiks shumë. Në fund ditës çfarë është politika? Ditën e parë që hyn në parlament, teorikisht një politikan me ambicie do donte që të hapte vetë derën dhe do t'i japte kryetari i partisë. Kështu që ku ka më mirë se sa të dalësh në listat e hapura, të arish një rezultat shumë të mirë dhe patjetër që kjo ndikon shumë dhe në formëzimin e të themi e karakterit të një politikani që hyn në parlament. Kështu që ti ke kohë që je në ambientet e Partisë Demokratike, nëse di. Si është ti je i ri, çun i ri, në një parti me një strukturë të konsoliduar? Se edhe kaq fushë me lule nuk është. Jo, fushë me lule nuk është, po në fund ditës asgjë s'është fushë me lule, dhe aq më shumë politika. Kështu që kjo fakti që je i ri do të thotë që ty duhet të ta hapem dyert vet. Patjetër që ja, ambicien e keti. Po pas më të voglin diskutim që ambicien e ke, po duhet ta fitosh. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ti duhet të provosh në disa gara, duhet të kalosh testet e të votuarit qoftë brenda strukturave të partisë, po pse jo dhe tek qytetarët më pas për të arritur ambicien më të madhe teorikisht të një politikani, e cila është të jesh në parlament. Por për te kësaj, Partia Demokratike pavarësisht se ngjan si strukturë kështu e fortë apo si strukturë shumë e gur. Po, e ngurt nuk është e tillë. Më beso dhe ka patur shumë të rinj, sidomos nga struktura e FRPD-s. Ne jemi nga jashtë, kështu e shohim. Po, okay, dakord. Kur je jashtë. Okej, po unë që jam brenda po ju them që nuk është e tillë, por ka një parim të caktuar dhe e ka patur gjithmonë që duhet të kalosh disa etapa, disa faza, disa përballje apo disa gara që të arrish më pas në pole position dhe të garosh për parlament. Po të vjetër i thon gaveton. Duhet të bësh gavetën një apo jo? Po, patjetër. Tani, partitë politike shqiptare, se kanë për PD, po them në përgjithësi, se ti ke njohje besoj edhe nga PS, edhe nga LSI, edhe nga ato të tjerë, apo? Patjetër. Partitë politike shqiptare i shohin të rinj vërtet si fuqi apo si numra për protesta apo fushat? Në shumicën e rasteve i shohin si makjazh. Dhe as pak as si fuqi, po vetëm si makjazh. Kur vjen është shumë të lloj sinqeriteti. Absolutisht, po kështu funksionon. Por kur vjen momentet e zgjedhjeve i shohin më pas dhe si numër elektoral. Kështu që në këtë aspekt po të shikoni domethënë nga të dyja partitë, nga krahu i Partisë Socialiste u krijua një platformë që u quajti deputeti që dua. Dhe ti aplikoje sikur të aplikoje për një vend pune. Një absurd dhe shefi zgjidhte CEO në rastin konkret. Kush e ha diet. Po, okay, pra politika është arti i përfaqësimit mbi të gjitha, përveç se arti i leadershipit. Dhe ta trajtosh
Parlamentin e Shqipërisë si një vend pune ku kryetari i partisë të merr në punë, është e tmerrshme dhe është të themi të thyesh çdo themel të parlamentarizmit. E thënë më shqipe si një vend ku bëhen lek. Bravo. Kështu që në këtë aspekt po ju dëgjoja pak më parë, po flisnin edhe për çështjen e prindërve që duhet kujdesen për fëmijët. Ishte tema dhe ishte shumë interesante në fakt. Por për fatin ton të keq është fraktura më e madhe, është plaga më e madhe e shoqërisë son në këtë moment. Ti ke dalë tani në fushat, ke taku lloj njerëzish, njerëz të cilët as e mendoj që ekzistonin. Dhe dashur pa dashur ke dëgjuar lloj hallesh, që nga listat ushqimore tek pensioni, tek diun çar, deri tek rrjedhja e ujit, komshiu sipër. Se ç'a ska? O Grigel, ti ke ndërtuar një familje që jeni të rinj akoma. Si e shefti familjen në Shqipëri, vlla? Ja, do ju them nesër pas nesër janë votuesit tuaj ata. Po, patjetër. Do ju them paksa këtë që fillova, që e kam parë pikërisht në këtë fushat, gati në gjitha zonat ku kam shkelur. Çështja është popullimi dhe çështja e prindërve të cilët janë tashmë të vetëm në Shqipëri. Dhe shumë prej tyre janë një moshë që akoma i bëjnë ballë problemeve, vështirësive. Po ka qenë sëmundja më e madhe e shekullit. Dhe kjo ka qenë pa diskutim sëmundja më e madhe e shekullit dhe fraktura më e fortë e shoqërisë. Gjithë botën, çfarë rëndësi? Jo, zi të them gjithë botën, po këtu në Shqipëri dhe të them shumë e fortë. Madje po të shikosh dhe raportet e OKB-s, jemi ndër vendet 2-3 vende më të rrezikuar për shpopullim. Që mas Covidit para se e besi raporteve. Okej, po e ndjen, domethënë kur del në një fushat dhe takon qindra njerëz në ditë dhe e ndjen këtë mungesën e të rinjve pa mas, e ndjen këta të themi çiftet në moshë të cilat kanë ngelur vetëm, i takon komunikon. Dhe kjo është një plagë që qoftë qeveria, qoftë shoqëria duhet ta parandaloj. Pasi do të vijë moment që nuk do ketë as struktura shtetërore që mund të kujdesem për këto. Edhe nëse ke dëshirë, nëse do kesh dëshira po parat, nuk do të kesh dot njerëzit të cilët mund të kujdesen. Kështu që në këtë aspekt mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm, sidomos për politikat afatmesme dhe afatgjate që lidhen me mbajtjen e të rinjve, po pse jo edhe me popullimin apo me rinimin e shoqërisë. Grigel, ti sot je një 41 vjeçar. 10 vjetë më të rrisë ty, Shqipëria ka njohur Meton, Majkon, kryeministra. Kanë qenë më të rinjë se ty, apo jo? Patjetër. Theme me Majkon, me cilin kam goxha muhabet, është një mik shumë i mirë. Dhe të sugjeroj ta njohësh se është njëri i mirë. Se kam pas fatin. Për sa dojur, pa merak. Tani, ku du me dalë të kjo? Të rinjë sot, janë më të interesuar për politikë se sa brezat e mëparshëm apo më të tërhequr? Janë shumë më të tërhequr. Shumë më të tërhequr dhe po ndodh diçka. Nëse gjatë kohës që unë isha student, kishte akoma një interes të madh të themi të leadershipit apo të qenit përfaqësues i njerëzve, edhe shumë të rinj e kishin edhe ambicie këtë aspekt. Sot ambicia e të rinjve është thjesht largimi nga vendi. Një pjesë e madhe prej tyre që janë student, thjesht bën një punë të dytë që kryesisht është call center, dhe mundohen të përballojnë studimet dhe nuk shohin më projekte. E di ku e kam problemin, Aldo, ajo që kam vëren këtë fushatë është që gjithmonë më shumë të rinj këtu nuk kanë më ëndra dhe projekte. I vetëm ato që duan është para. Dhe pse kërkojmë para, pasi jeta në Tiranë sot është bërë gjithmonë më e shtrenjtë dhe kuptojnë që ti vetëm nëpërmjet duke bërë shumë para për një kohë të shkurtër mund të përballosh jetën dhe mund të jesh në qendër të vëmendjes. Dhe këtu kemi thyer gjitha themelet e shoqërisë. Po e vëre, në të gjithë Tiranën sot, ndjenja e pasigurisë që ndjejmë, a një ankth të brendshëm gjithë kryeqytetësit, lidhet edhe me atë të varfrin që nuk përballon dot muajin, por edhe me atë të shtresës së mesme apo të pasurin, të cilat i kanë mundësinë, por kanë disa pikpyetje shumë të mëdha që lidhen me shkollimin e fëmijëve, që lidhen me të themi ofrimin e kujdesit shëndetësor. Kështu që ky qytet ka nevojë për pak qetësi, ka nevojë për njerëz që bëjnë një punë normale tetor dhe më pas jetojnë një jetë të themi të shëndetshme dhe pse jo, domethënë një jetë të mirë. Se ki parasysh po flet për jo për një qytet, po flet për një kryeqytet. Kryeqytet po flet. Që do thotë që është një mini Shqipëri. Absolutisht. Apo jo, do të thotë këtu ke dëgjuar shprehje që thonë për gallat, sa e ashtu Tirancit, domethënë këtu ka shumë të ardhur. Siç ndodh edhe në New York apo në Paris apo ku dëgjon apo në Roma apo e ke parasysh. Po. Ndaj edhe shtrezimi këtu nuk është kaq sa për një qytet, është për një kryeqytet. Është për një kryeqytet. Hallet janë edhe më të mëdha. Dhe kontradiktat apo disnivelet janë edhe më të mëdha. Pas më të voglin diskutim, pa ajo që po thoya ka një të përbashkët mes të gjitha shtresave. Se ta thashë, ku du me dalë? Kjo fushat si ishte? Ti ke bredh dhe për ka në i vënd që s'ka shkel? Të them të drejtën, janë disa lagje të themi të njësia numër 9, që s'kam arritur do t'i shkel dhe ato të përpiqem.
Nësia 9 i bie nga treni dhe deri rreth Don Bosco. Nga rruga Siri Kodra dhe pastaj këtë drejtim të trenit. Sa njerëz këta ku? Mund të them mbi 150 njerëz të rastësishëm në ditë që mund të kemë shtrënguar dorën, mund të kemë komunikuar me më shumë se 50 deri në 60 prapë në ditë. Pa e ditur fare, nëse janë me pëdore apo me pësor? Pa e ditur fare, duke i komunikuar, duke diskutuar. Nga gjithë kjo fushat, pavarësisht viteve që ti ke afër PD-s, ke zhvilluar ndonjë gjë të re që ti se dije? Po, patjetër që kanë zhvilluar. E para njëherë është e para fushat ku të mirëpresin dhe diskutojnë edhe njerëzit të cilët kanë votuar historikisht kampin kundërshtar. Mirë, ata kanë aty çështje edukate pastaj, apo jo? Jo, po dikur nuk ndodhte. Nuk ndodh. Të largonin, absolutisht po. Kështu që tani duan të diskutojnë, pavarësisht se mund të jenë të kampit të themi kundërshtar. Ndryshe nga gjithë fushatat e tjera, ajo që kanë vëre këtë fushat, që e kanë prekur vetë, dhe nuk e dija që ishte kaq problematike, ishte probleme me legalizimet. Këtu afër në Tiranë janë gati mira. Jo, e tmerrshme. Po të them vetëm nga devijimi i lumit Lanës, preken 334 në mos gaboj shtëpia dhe më pas po të vazhdosh në gjithë unazën ka pafund familje, mira familje të cilët prek po që nuk janë legalizuar dhe jo vetëm kjo, por rrezikojnë që në momentin që do bëhet projekti nuk do marrin asnjë qendark. Kështu që ky është një problematikë që kam parë prapë qytetarë që nuk e mendoja që do ndodhte, që jetojnë 3-4 vjet pa drita për shkak të pamundësisë për t'i paguar. Po, madje po të hysh në rrjetet e mia, e shikon një rast, një qytetari që kishte 3 vjet, kishte 60.000 lekë vjetra pension, kishte ngelur vetë dhe pasi kishte vdekur bashkëshortja e cila kishte pensionin pak më të lartë, nuk arrinte do t'i paguante, jetonte pa drita. Të bëj një pyetje, në një rast të tillë duhet paguajnë drita? Jo, unë mendoj që shoqëria ka përgjegjësinë që mos lejoj asnjëri të jetojë në kushte ekstreme varfërie. Kështu që në raste të tilla duhet të ketë politika që i favorizon. Me 60.000 lekë vjetra nuk mund të pagojë dot korrentin. Edhe të ushqet. Ti mendon që në zgjedhje me aq sa ke parë, edhe kur ke qenë me xhinse apo me tuta, edhe kur tani që jem me xhaket, mendon që votohet me program apo me emocion? Se tani thuj çfarë dush, ai ka dalmenia valla. Që janë persona që ekzistojnë apo jo, ti ke taku? Është e bukur pyetja se i përshtatet në fakt një farë slogani personal timin, që ishte voto me mendje dhe zgjidh me zemër. Që do të thotë që mendoj që të dyja janë pjesë shumë të rëndësishme, sepse duhet edhe nëse shoqëria duhet të reagojë në tillë, duhet të votojë programin në mënyrë që t'i bëj të ndjeshëm politikanën drejt realizimit të programeve, jo vetëm drejt premtimit të tyre. Kam parë me ide, nuk e di, atë topi, s'ma me në këtë pasha, në rrjetet sociale, s'më kujtohet, që po flisje për temën e sigurisë ushqimore. Po, në fakt është një temë... Ç'ne? Po, është një temë që këtu e të themi 2 vjet përpara, për shkak të problem brenda familjes, u interesova për disa ushqime për djalin, dhe fillova gjithmonë më shumë të kem interes për këtë çështje në mënyrën se si ushqehemi. Duke qenë se vura re që politika kur nuk e kishte trajtuar, duke qenë se vura re që nuk ka asnjë mas dhe asnjë institucion që e ka marrë seriozisht këtë çështje, mendova që politika pranë ekziston të flas për problemet, se në momentin që flitet për problemet, tenton dhe të zgjidhen ato. Tu flasin pafund apo kush po pyeto por? Dakord, patjetër, por mendoj që duhet kthyer vëmendja dhe në të gjitha ulëmtimet e mia, në të gjitha më pas denoncimet e mia, pasi këtu të jesh opozitar Aldo, duhet të jesh edhe pak gazetar, duhet dish të investigosh për të marrë se informacion nuk t'i jep njeri. Qeveria nuk ofron më fare informacion, aq më shumë as kur i bën shkresa publike. Ja, të s'mund ta thuash. Jo, e them. Mund të thuash që ofron informacion që do vet. Jo, ka raste që kur ti kërkon informacion specifik dhe ajo nuk e jep. Nuk them fare përgjigje. Po them rastet e shumë 35 pesticideve të ndaluara që i kanë të ndaluara në BE dhe sot gjenden në produktet tona, dhe rasti konkret Ministria e Bujqësisë na ka kthyer akoma as një përgjigje kush janë këto, në çfarë mase janë, sepse ka raportet brenda për brenda. Kështu që në këtë aspekt, fakti që dikush nuk do të bëj transparencë do thotë që se ka fare në mend që të zgjidh një hall. Po ata kanë qartë se s'ndodh gjë më burr. Ja do dalësh ti, do flasësh ti, do lërasësh, do bësh, ai kur më puna s'ndodh gjë. Por derisa ky popull nuk çohet, ç'a pret? Jo, ti ke çfarë të bësh, sepse para pasi ti jesh në parlamentin e Shqipërisë, ke mundësi të ndërmarrësh nisma dhe ligje, dhe aq më tepër pasi je në qeverisje, ke mundësi që të formuzosh institucione të cilat e kontrollojnë sigurinë ushqimore dhe i ofrojnë garanci për qytetarët. E marrësh. Kështu që
ti vetë, domethënë, ku ke menduar të fokusohesh nëse zgjidhet? E di çfarë, a mëse do e pyes punë e madhe se. Jepi. Brigjencioni është, domethënë. Ore, ke dalë shumë mirë në primare, më burr. Po. Çfarë dreqi do të lista e hapura? Dgjoj, të ta them diçka. Po pse du të isha në listë mbyllur? Në ditën e parë që jo e kam sinqerisht. Në ditën e parë që unë hy dhe hap derën e parlamentit. Do të preferoje të bënte kryetari apo një farë mënyre të realizoje vetë. Prapë te kryetari do shoh, ku do shosh? Ku do mbytesh? Jo, i sekond, pa diskutim, për sa kohë je brenda një force politike dhe ke ra dakord me rregullat dhe me normat e Bile, jo te kryetari, te dy personat anash. Jo te kryetari, tamam. Jo, po më rakal do se shkoj direkt ke kryetari. Po gjithsesi. Po të gaspoj. Ideja është që ishte situata e tillë ku dikush duhet ta hidhte hapin përpara dhe ja komunikova kryetarit. Jo vetë sakrificë, po pse jo mbase një sfidë, që varet në natyrën njerëzore. Unë e kam raportin me sfidat, i kam shumë qejf sfidat, kështu që edhe në rastin konkret ishte një moment për të sfiduar, pse jo edhe veten, po mbi të gjitha edhe politikën, Nëse ti e fiton këtë mandat, ta zëm se, kemi kohë. Për çfarë do dohet ta përdorje, më së shumti? Mua më të rrojë shumë kjo që the për sigurinë ushqimore. Kjo është një nga piketat deri diku unike të mia. Ti kur ti të bësh simbol i kësaj vëllai, halal. Po, është një nga qëllimet dhe piketat deri diku unike të mia dhe shpresoj pafund që një nga veprimet e mia të para në parlament do të jetë propozimi për ndryshimet ligjore, kthimi i sigurisë ushqimore si çështje e sigurisë kombëtare, në mënyrë që të detyrojnë qeverinë në të gjitha rastet për të alokuar gjithmonë më shumë fonde për ta garantuar sigurinë ushqimore, po jo vetëm kaq, po detyron dhe të gjithë institucionet e tjera, agjencitë, të cilat të raportojnë, siç mund të jenë shishi, policia, të raportojnë mbi ecurinë se çfarë po ndodh, në momentin që kthehet si çështje e sigurisë kombëtare. E kuptoj. Dhe patjetër që do doja shumë që këtë çështje ta zgjidhja një orë më parë, pasi është shkak i shumë sëmundjeve, i shumë problematikave që lidhen me qoftë me fëmijët tanë, po dhe me ne. Dhe jo vetëm kaq. Jo vetëm me atë që ne po ushqemi, por edhe një garanci shumë e madhe për fermerët, në mënyrë që ata të kenë shumica e produkteve tona që shkojnë jashtë kthehen mbrapsht për shkak të përmbajtjeve të pesticideve të ndaluara. Kështu që kjo mund të ofrojë shumë para për Shqipërinë, mund të ofrojë shumë para për fermerët. Pikëlzo, se të minutat iki, po domethënë ti ke me kursim, kam hallin vetëm të keqezës si ka kështu me matje. Ke parasysh vetë lupën. Mas. Kaloj me 5 sekonda. Ja. Në fund jam kurioz të di shihet e tua muzikore. E di pse ka pasur Lalo e madh. Thoshte, ore, shif çfarë muzikë në gjë për këtu çarobi është. Në fakt e bukur është kjo. Kjo është shumë e bukur. Unë po e them, e kam thënë edhe një diku tjetër, unë mëngjesin e filloj me Vivaldin kryesisht me 4 stinët. Seriozisht e ke? Absolutisht po. Dhe mundohem që atë momentin ku je në dush, domethënë ta kalosh me shkoj deri pak a shumë deri ke vjeshta, shumë rrallë, shkoj hyke timri. Ndihmon jo se i bie të flesh prapa se. Shumë madh për tamam. Kështu që po ja them sinqerisht që nëse do të zgjidhsha, do të zgjedh rockun, pasi darkën e mbyll gjithmonë me rock. Kështu që po ta përmend edhe një herë që një shprehje që dikur e ka thënë Celentano që në botë ka njerëz lento dhe rock, un pas më të voglin diskutim jam rock. Qa më kujtove kolin e shkret, kërëldashin. Kori ishe kështu? Periudhë... I fiksuar mas. Periudhë kër imi një orë dhe bashkë kam përshtypje. Si ditë në gjarat.